Unë desha të deklaroja nëse më dëgjojnë gjithë fermerët. Jemi këtu për një protest. Protesta është për të qarë hallet e fermerëve, por mendoj se kemi nisur gabim. Sepse ne fermerët, vetë fermerët duhet të kryejnë pushtetin e tyre. Fermerët duhet të krijojnë pushtetin, më dëgjojnë, fermerët duhet të krijojnë pushtetin e tyre për ta vënë përballë edhe politikës, edhe këtyre grumbulluesve kushdo qoftë. Duke u grumbulluar dhe duke krijuar tamam strukturat e tyre. Kaq kish. Ju falenderoj. Që do të? Po vlla, do flasësh ti? Po çfarë të flasim, ja se flas unë. Eso. Aktualisht. Dhe jemi ajtë pa mbrojtur, sa ne nuk e dim, s'dim ç'a të bëjmë. Më mirë të ikim që këtu se sa të rrim etna domatja që 1200 lekë, vati 600 lekë për një ditë. Shteti nuk do t'ja di fare. Vjen këtu, na marrin telefon, ke do votosh soti, ke do votosh kësë radhe ti. Ja votimi, ja të ashtu votimi. Për ata që mendojnë për votime, ja të kam votime tuja. Ju jeni një ndër të rinj të zonës, se keni vendosur. Po, ore kam vitën, po ç'a të bëjmë? Ç'a të bëjmë? Për 15 vjet. Ka 30 vjet me blektori unë, asi gjë. Keni përfituar subvencion ndonjëherë? Atë 100.000 lekë për lop, asi gjë tjetër. Këto ja 3 vjet po bën që i ka dhënë ai, se vitet e tjera jo. Kështu që jemi të pamundur, duam të ikim. Do ikim të ikim. Shumë të vështirë. Po shumë të vështirë se plera, toka me qera. Ç'a do bëjmë? Kredi. Tam që e 50.000 euro kredi unë, ç'a do bëjmë? Do marr di 6 herë do ikim. Faleminderit. Jo, jam i bashkisë Dimal. Dhe jemi mbledhur për të protestuar, sepse në njëjtë avaz vazhdon me neve. Kemi 5 vjet që kërkojmë fiskalizim të tregut ton, të futaperimeve. Është një gjë që tha dhe para folsi që e ngrin çmimin pikat e grumullimit nga 500 e çojnë 1200, një ditë, pastaj shesën mall që kanë 1200 lekë sa shesim, neve na e ulin çmimin na çoj 400 lekë, 300 lekë, është tallje. Aktualisht sot po i gjithë dëmesh, vetëm po punojmë me humbje tani. Të marrësh domatën sot me 600 lekë kilogramin e shtupi zotit. Kur ti në Tiranë minimalisht ishte 1000 lekë domatja sot. Në Tiranë ti domatën e sot e ke 2000 lekë kilën. Mund të vini si fermer të zonës të ngrinë një bord që do të vendos tabelën elektronike me çmimet. Po pse ne ta vendosim? Ne po të kishim aq mes do merreshim me sera. Të ne do të na mbrojë shteti. Pra ju i bëni apel shtetit që normal që shteti, kujt i bëj apel? Po normal shtetit. Të kontrollojnë pikat e grumbullimit, të kontrollojnë edhe fermerët. Të gjithë. Të ketë një rregull, tu s'ka asnjë standardi. Punojmë në tym, i themi. Po normal, po, tu ngele gjithë problemi. Ato ja hedhin topi njëra tjetër, që ka fajin Geni, Asani, Hyseni. Të është tjetë shtetit regulatori. Ne tani po jemi në konflikt me pikat e grumbullimit. Ne këtu është zonë jonë shumë zonë punëtore, janë shumë njerëz të nxehtë. Këtu do kthehet në theshtata prap, se gjakun tim nuk e hatot asnjëri nga këta. Nuk e le. Ju ofrojnë ndonjë çmim kur ju marrin produktin? Një ditë do ofrojnë çmim, pastaj marrin pa çmim, gjithë javën, gjithë muajin pa çmim. Duhet të kenë tabelë elektronike në çdo pikë grumbullimi. Të ketë fiskalizim të tregut duam, asgjë tjetër. Një sekondë.
Nuk i ka vendos kursi avarë, në qofë se është me 800 lek, të rinjë javë me 800 lek, pastaj të shkojnë në 700 lek, ose të shkojnë në 900 lek, ta e marrin domatën pa çmim, pastaj e vendosin sa u do që e fytyrë. Vete marr faturën në basë njave, më thotë më nuk ka qenë 700 lek aty, thotë ka qenë 400 lek, thotë. Unë kaq e shita, thotë. Ju nuk njiheni asnjëherë me çmimin që ju ofron Shumë rrallë ndodh që ne marrim çmim ditor. Kam shur domate para 2 ditësh, më tha është tek 800 lekë, që tha vil tha sille domate. Tha çova domate, më tha 700 lekë. Ore çfarë po thua 700 lekë, tash ndim te 800 lekë ma. Po jo tha, po desha tha ta bëj 500 lekë. Tha, po çu do bësh 500 lekë tash, nuk tallesh me prodhimin tim? Jo tha, unë kështu e marr, tha, ty po të pëlqeu lere, tha, po të pëlqeu tha merre, tha. Këtu duhet vëri dorë shteti, sepse ne vërtet po flasim, po ne nuk na ka xhur njëri kaq shkon. Ne jemi të papërfillshëm, po është e papërfillshme se ne kemi 10 vjet se merremi me sera. Kështu që këtu duhet vëri dorë shteti. Shteti duhet të intereson fare se ç'a heqim ne këtu. Vjen vetëm për pjesë votash, këtu duhet ishte edhe kryetari i bashkisë. Vërtet vjen na kërkon vota neve, se kjo nuk po bëhet për politikë. Kjo po bëhet për realitetin, duhet ishte kryetari i bashkisë këtu Kranesh, që ta krijonte edhe ajo protestën, kishte sjellë ata punonjësit e vetë bashkisë atje, jo të vinë vetëm për vota. Vinë njërë me realitetin, me sakrificat që ne po kalojmë. Nëse do të vazhdoj kështu situata, mendoni ta shkallëzoni protestën, si do të bëjë? Sigurisht që po ne jemi shumë të pafuqishëm. Këtu duhet kishin ardhur shumë nga që jemi, po këtu nuk kanë ardhur se njëri thotë shikosen pa ajo, njërin pa ky, njërin pa ai. Ne jemi akoma në kohën e Xhaxhit Enver, kemi frikë dalim protest. Kështu që jemi të detyruar. Nëse nuk do të merret masë konkrete? Se masë normal do të dalim mes rrugës. Do të jem unë jam një punëtor, punoj të sere aty të Borezej tim, edhe tash malli nuk shkoj, speca nuk shkon, me sa punoj me 15000 lekë, 15000 lekë nuk ka leverdi. Shkojnë. Kaq, ai po tallet me ne. Sot ai do vita marr me 2000, jo me 1500, 1600 ma jep mua thotë. Çfarë jo pas e vjen puna thotë me 1000 me 500 lekë thotë ai. Ta marr jo, s'kam leverdi ta jap me 500 lekë. Lerë jo, jo, këto një thes për e bënd 20.000 lekë. Në pasaj. Jo, ushqime dojë një javë dhe i po si dhe ajo s'tjep. Kaq.